Po çam duhet mu parashivia që rri me një LGBT atje, e me LGBT më shpi, rri me LGBT, unë do të rrit merr me LGBT të këtyne, po nuk merren fare. Dhe shqiptarë asë një intereson fare. Absolutisht nuk ka asnjë lloj interesi. Nga pikpamja njerëzore mund të vi keq njërën tjetër, por ta marrë tani dhe ta bëj problem. Një person i cili as nuk e di se i cili nuk do të me fol shqipja. Një merr një intervistë nuk do të me fol shqip. Për çam duhet ky njeri? Këto janë tallavat që bëjnë këta. Gjej nga i person atje, edhe marrin tash e shesin sikur çau bë nami. Çau bë nami, për çau bë. Do të me shku në Hollywood, se ashtu e kishte menin se ish aktor e madh, do shkote në Hollywood. Nuk ja arritja, nuk ja bërja, ku diu depresionet e tyre. Çfarë duhet bëj shteti në këtë mes? Parashivia është tu, gjithë ajo konflikti tu po vdesin mrena në Shqipëri po vdesin. Ja u marrë si rast konkret.